Jemi kthyer në studio, në këtë moment do të shkojmë sërish në parlament ku po vijojnë diskutime. Projekt ligje të rëndësishme do të shtyhen për orë të pa me jo shumë vizibilitet, po e them me eufemizëm. Kështu që kërkoj mirëkuptimin tuaj që të qëndrojnë ato procedurat, ato kërkesa që janë realisht për procedurë. Në të kundërt, më mirë kuptoni ju mua që do ta ndërpres fjalën nëse sapo shoh që nuk është për procedurë, se nuk ka mënyrë tjetër për ta menaxhuar seancën, sidomos këtë seancë kaq të gjatë. Me radhë zoti Erald Kapri për procedurë. Nuk e ka marrë Zoti kryetar, ju lutem shumë mos ta mbahoni të drejtën e fjalës duke na thënë është apo s'është për procedurë. Tani kjo është drejta ime, zoti Kapri. Kemi 2 minuta na keni durim. Qëndrojnë në pozicion e vet. Keni durim. Unë jam kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe jam këtu pikërisht për të zbatuar rregulloren. Edhe pikërisht për të parë se kur kjo rregullore shkelet dhe kur ju te kaloni hapësirën që keni. Të drejtat tona nuk janë të pakufishme. Kufizohen nga disa akte, apo ligje, apo kushtetuta e para, rregulloria, kodi etikës e tjera. Ju lutem mos gjykoni punën time, por qëndroni te fjala juaj, te hapësira juaj, 3 minuta procedurë. Me që dalim direkt në procedurë, zoti kryetar, unë po them që ju sot të po shkelni kushtetutën. Dhe arsyeja e thjeshtë është se në kalendarin e sotëm që keni vendosur disa akte normative dhe ligje me rëndësi, mungon kryeministri i vendit, që nuk dihet se nga është, mungon dhe zëvendësja e tij. Tani, në akte normative, zoti kryetar, 100 miliona euro për shpenzim merr zëvendësja e tij. Por zëvendësja nuk vjen në parlament, edhe kur bëhen kërkesa për interpelancë, edhe kur ka ligje dhe akte normative që merren direkt me zëvendës kryeministre. Por halli dihet sepse nëse zonja Balluku vjen në sallë, gjë e parë që do pyetet është kush është personi ... Kush është që kërcënon atë? Sepse ka një dosje të prokurorisë posaçme. Tani kam diçka këtu për treguar, jo të lutem. E dini se çdo të thotë fjalë për procedurë ndjes për këtë pyetje. E dini çdo të thotë fjalë procedurë flitet për rendin e ditës, nëse keni ndonjë vrejtje, flitet për procesin e votimit, nuk jemi në proces votimi, flitet për seancën, propozime seancës, ndërprerje, mbyllje, shtyrje e tjera. Fjala juaj nuk është deri tani të paktën për asnjë prej tyre. Unë nuk kam asnjë kënaqësi t'ju ndërpres fjalën, sidomos ju që jeni deputet jashtë grupe parlamentare. Por ju lutem, edhe ju duhet respektoni të drejtën edhe detyrimin e kryetarit të kuvendit që të mbajë peshimin e zbatimit apo jo të rregullores. Nuk mund të spekuloni, nuk ka mundësi, sidomos seanca të tilla kaq të gjata, nuk ka asnjë shans që unë të toleroj diskutime që gjasme paketohen si procedurë. Vazhdoni me procedurën nëse keni. Zoti kryetar, ka 3 javë në parlament që deputeti kolegu im Agron Sheaj ka paraqitur kërkesë për interpelancë me zëvendës kryeministren. Asnjë përgjigje. Ndërkohë që refuzuat dhe kërkesën për interpelancë urgjente me grupin e Partisë Demokratike. Çfarë ka parlamentare këtu, zoti kryetar? A është detyrim kushtetues që të vijë ajo këtu dhe të japi llogari? Kjo është shkelje e rregullores dhe e kushtetutës, zoti kryetar. Por për këtë standard që ju flisni këtu, e ka sqaruar vetë kryeministri dhe unë mund ta vë këtu në një video dhe të kemi durimin ta dëgjojmë. Pas logos Partisë Socialiste, askënd nuk do mbulojmë flamurin e Partisë Socialiste. Durim. Dhe në asnjë mënyrë nuk e kuptoj këtë procedurë, nuk di ta vendos në procedurë këtë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Klliçi, thjesht sqarim. Nuk keni marrë përgjigje, nuk është negative, është pozitive. Sepse nëse unë do ta kisha refuzuar interpelancën, do të kishit marrë përgjigje negative si rasti i zotit Klliçi. Kështu që e kuptoj, keni nevojë për pak më shumë eksperiencë në jetën parlamentare, por nuk e keq kuptoj. Dakor. Zoti kryetar, atëherë duke qenë se u bë disa herë në mënyrë të përsëritur që unë e kuptoj ngarkesën tuaj, mbase nuk i dëgjoni të gjitha fjalët që thohen foltore, por pak më parë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste thyu, përveç se gënjeu
në gjithë retorikën e tij propagandistike, thyu drejt për drejt deputetët e opozitës, duke përdorur termin nuk jam si këta që lehin, apo nuk jam si rraca e këtyre. Kërcënoi deputetin Balliu duke i thënë ta tregoj unë ty, se me ty merrem unë, dhe ndërkohë intimidoi dhe deputet tjerë duke i thënë dikujt mashtrues, dikujt gënjeshtar dhe duke gënjur gjatë gjithë kohës në mënyrë të përsëritur. Kërkoi në zbatim të nenit 65 rregullores dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të merret masa disiplinore për përjashtimin nga seanca të deputetit Aulan Balla për fyerje të përsëritur ndaj deputetëve në këtë sallë, ndaj deputetëve të opozitës dhe kërkoi nga ana juaj ndërprerjen e kësaj seance, marrjen 5 apo 10 minuta pushim për të shqyrtuar pamjet filmike për të parë i ka thënë këto që sapo ju thash unë deputeti Balla apo jo. Dhe të shihni dhe deputetët e opozitës, a ka ndonjë që ka fyer në një koleg këtu apo jo, se gjatë gjithë kohës flitet për fyerje, po ka vetëm një palë që fyen, ka vetëm një palë që gënjen dhe është kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë, për rendin e ditës, në mënyrë të përsëritur, ju kemi kërkuar që të mos vinin seancë ku të paraqisni 22 pika në rend dite, pasi është fizikisht e pamundur brenda një seance që ne të kemi një diskutim thelbësor për çdo pikë e cila vjen në rend e ditës. Dhe kjo është një manovër për të kaluar të gjitha projektligjet në momente kur qytetarët nuk e kanë vëmendjen, mos ketë diskutime të qëndësishme për çështjet që vinë dhe shtrohen në këtë sallë të kuvendit dhe qytetarët të mos informohen në mënyrën e duhur. Për sa i përket ligjit për barazinë gjinore, ju kërkoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të ndryshoni rendin e ditës, të afroni në krye të rendit ditës sotme një ligj kaq të rëndësishëm që prek familjen shqiptare, kodin e familjes dhe prek çdo qytetar që na ndjek ne sot. Këto janë kërkesa konkrete të Partisë Demokratike të grupit parlamentar, për të cilët do doja nga ana juaj të merrni kohën e dur, ti verifikoni. Po e them edhe një herë, në mënyrë të përsëritur, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste del në foltore, linçon, fyen kolegët në këtë sallë. Dhe kjo nuk mund të vazhdojë më. Kështu që ju lutem, në zbatim kërkesës son, ndërpri seancën, merr 10 minuta pushim dhe verifiko qëndrimin që ka Partia Demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Do të konsultoj rregulloren lidhur me këtë propozim. Neni 65 ka shumë të qartë, por më lejoni të mos ju përgjigjem pa e konsultuar mirë. Ndërkohë fjalën e ka kërkuar zoti Aulan Balla. Zoti kryetari i kuvendit, kjo është kësaj zhurmës ju referova në fjalën time, e cila është një zhurmë që ngjan, por nuk e perceptoj dot në çfarë forme vjen. Tani, sa i përket reagimit, gjatë kohës që secili prej kolegëve Partisë Socialiste, nga unë i pari apo ministra, ne flasim, vjen një zhurmë aty që unë nuk di si t'ja ve emri. Megjithatë, kush ndihet i fyer, kërkoj ndjes që nëse e ka konsideruar veten si autori i asaj zhurme. Por do kërkoja mirë kuptimin tuaj që të kemi një dakordsi që kur të flisni ju ne të mos bëjmë asnjë zhurmë dhe nuk do të ndodhë, dhe kur flasim ne apo antarët e qeverisë mos ketë asnjë zhurmë. Zotërisë që ju përmendi është vendosur në atë pozicion të sallës për të prodhuar atë zhurmë që ju e konsideroni fyese. Nëse doni realisht të reflektoni, isheni zotërin që e paguani vetëm për atë lloj zhurme, çojeni në një vend tjetër të sallës, dakor. Sa i përket kërkesës. Kërkesën mësoje se deputeti i ri, shoqëroje me 7 firma, depozitoje, të shkoj ta shqyrtoj komisionin. Zoti kryetari i kuvendit e kërkova fjalën për diçka tjetër me dakordsi në konferencën e kryetarëve. Kemi rënë dakord që pika e parë e rendit ditës pas njoftimeve të jetë votimi i antarëve të Këshillit Rregullator, Komision Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju lutem zoti kryetar, për shkak se ky votim kërkon kvorumin prej 84 deputetësh dhe prej orës 11:10 ne jemi këtu deputetë e Partisë Socialiste
për të votuar edhe kandidaturat që vinë si propozimi i opozitës, për të cilat grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të votojë pro, me qëllim te i kalimin e ngërçit për shkak të braktisjes së seancës nga kolegët e Partisë Demokratike në seancën e kaluar, ju lutem të kalojmë me njerë në votim, se janë 5 votime të fshehta. Faleminderit shumë. Faleminderit. Lidhur zoti Kliçi. Lidhur me propozimin tuaj, deputetët mund të propozojnë masa disiplinore, po jo te kryetari i kuvendit, te sekretariati i etikës. Minimumi 7 deputet mund të propozojnë sekretariatit të etikës marrjen e masave disiplinore. Pra, unë ju falenderoj për sugjerimin, por është drejta e kryetarit të kuvendit marr masa në seancë. Jashtë seancës vendos sekretariati i etikës. Ndërkohë, replik me kë? Së të përmendi fare. Nuk të ka përmendur fare. Tani, zoti Andis Salla,